Tani dëgjojeni këtë. Vera që pini, në qoftë se do dëgjoni muzikë, ndryshon shijen. Po, është një studim i kryer kohët e fundit, këtu në Itali është bërë në mënyrë shkencore studimi dhe unë doja që t'ja u tregoja sepse është thelbësor. Dëgjojeni me vëmendje për të mirën tuaj. Unë ju dua fort, ju dua të mirën dhe këto i kemi thënë që prej kohërave antike, që me emisionin Enigma i kam shkruar në libra që çdo gjë është frekuencë, çdo gjë është vibracion. Dhe këto vibrime i gjejmë gjithandej, edhe në ushqimet që ham. Ndaj është thelbësor ajo që do t'ju them sot, nëse dëshironi, kush nuk e ka bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për herë bashkë. Atëre, është një profesor këtu, një mjeshtër i madh, një maestro, i quajtur Beppe Vesicchio, është një me pizzetto ai, nëse keni parë, është një zotëri që është dirigent orkestre dhe është muzikant, me fjalë, po është i niveleve të larta. Ai teksa pinte verë, disa vite më parë kjo, jo tani, vite më parë, para 11 viteve, teksa pinte verë, ai shikonte që kur i binte muzikës, pra kur luante në piano, apo kur mbante gotën e verës, aty ku luante piano, ose kur bënte orkestrimet, së bashku me orkestrën, ai shikte që shija e verës ndryshonte. Pra e njëjta verë, e hedhur në të njëjtat gota, por vera që ai hodhi e kishte në dhomë dhe kur ishte aty që luante në piano apo luanin muzikë, ndryshonte shijen. Dhe ai me kalimin e kohës tha diçka ndodh këtu, tha, sepse kjo shije tha nuk është kjo, shija e verës që unë hapa në fillim. Dhe kështu që e testoi disa herë. Mirë po, një ditë i erdhi në mendje që të bënte një test me një fjalë të mirëfillt. Dhe çfarë bëri? Shkoi, mori një shishe verë që quhet ajo Agliano. Vera Agliano është një nga verat më të vjetra të Romës, romake, dhe është ajo që ndihet më shumë, me fjalë, kur bën me këto frekuenca, kur ti bën muzikë. Dhe çfarë bëri? Mori gotën, 2 gota, të njëjtat gota me të njëjtin kristal, e njëjta verë me të njëjtat përmasa të verës, veç se bëri një gjë. Një gotë e la aty në dhomë dhe gotën tjetër e mori aty teksa po formonte orkestrën dhe do fillonte ato provat. Në momenti që filloi bëri provat, pas 15 minutash, e përsëris 15 minuta, ai shkoi dhe shijoi verën këtu dhe verën atje. Kishte ndryshuar komplet, kishte ndryshuar shijen. Dhe aty zgjodhi që të bënte një studim shkencor, duke folur me shkencëtar, pra me fizikant dhe me kimist. Njëkohësisht edhe me biolog. Bën një studim të gjatë dhe studimi ka dalë pikërisht para 3 muajsh. Dhe studimi e vërteton në mënyrë shkencore që vera, pra kjo vera Agliano, sepse këtu e kanë bërë, por sipas studimeve ndodh, pra se po bën studime tjera, ndodh në të gjitha pijet. Në verën Agliano, në qoftë se ndryshon pra ambientin, pra aty ku ti je dhe ka muzikë, vera ndryshon shijen. Në qoftë se keni parë në disa video, ka disa që vendosin rër mbi një tavolin dhe fillojnë i bien muzikës dhe pastaj ajo ndryshon gjeometrin. E keni vënë re atë? Mirë pra, pikërisht për këtë kuptohet që çdo gjë është vibrim dhe ato format që ndryshojnë aty mbi tavolin, në çdo lloj tingullit që ti bën ajo ndryshon formën e vet, sepse i jep një mënyrë gjeometrike të tingullit që ti jep. Pra çdo gjë është vibrim dhe çdo gjë është frekuencë. Dhe ky është një nga lajmet më të mëdhenj që mund të dalë kohët e fundit, sepse siç ju thash, unë për këtë kam folur që kam shkruar në libra, por kam folur që kur kem filluar me emisionin Enigma. Dhe them gjithmonë që çdo gjë është vibrim dhe çdo gjë është frekuencë. Por çfarë ndryshon kjo? Tani po ja u tregoj se çfarë do të ndryshoj kjo në jetën tonë. Pikë së pari duhet të dini që çdo gjë që ham, çdo gjë që pim është vibracion, është frekuencë, sepse çdo gjë është frekuencë. Varet nëse ti e do një gjë, nëse ti e do me shpirt dhe ti e emetove frekuencën, atëherë dhe ajo gjë të do. Është njësoj si ushqimi që ti ha një ushqim ha me gusto. Sa më shumë ecën përpara dhe aq më shije ka. Pikërisht pra, sepse lidhen frekuencat. E di që ju duket si fantazi, por pas 10 vitesh pastaj të tjera, do m'jepni të drejtë, ashtu si po m'jepni të drejtë tani. Dhe po thosha, pas
këtyre studimeve është vënë re që me anë të frekuencave mund të ndryshojë trupi i njeriut. Pra, e ka bërë Emoto që kemi thënë në emisionin ton me ato gotat, nëse mbani mend që kemi thënë që ai i fliste keq një gote me ujë dhe i fliste ujë tjetër mirë nga ana tjetër dhe ndryshoi uji që ishte i keq, ndryshoi me fjalë përbërjen. Në vitin 1997 tregohet, kjo nuk dihet eksaktësisht sepse tregohet që në vitin 1997 është bërë një studim në Sankt Pietroburg. Dhe është vënë re që njeriu mund të ndryshojë me anë të frekuencave dhe në vitin 2011 është vërtetuar në mënyrë shkencore, të paktën kjo thuhet, që me anë të frekuencave mund të ndryshosh jo vetëm njeriu, por edhe ADN-n e tij. Pra me anë të frekuencave, e godet me frekuenca, pra me vibracione, me këngë, me muzikë, çfarë të doni ju, dhe ndryshon përbërjen njeriu. Merreni me mend tani në ato të lëngshmet që gjenden përreth nesh, pra që mund ndryshojnë strukturën. Dhe sipas gjasave, tregohet që në Rusi është zbuluar ajo vaksina, ose çfarë themu, kundër tumorit, kundër kancerit, është zbuluar dhe ja japin falas njerëzve dhe si përbërës kanë pikërisht pra nxitjen e frekuencave të ADN-s së njeriut, pra të trupit njeriut, të qelizave të njeriut. Çfarë do thot kjo? Me anë të vibrimeve rregullon qelizat e këqija dhe nxit qelizat tjera që të lindin qelizat tjera dhe shkartërojnë qelizat e këqija. Dhe kjo me anë të vibrimeve. Bile, ka disa që tregojnë, kjo është konspiracion, do ja u them që ta dini, që tregohet në një laborator në Amerikë, shërimet bëhen me anë të frekuencave, me anë të vibrimeve, nuk bëhen më si më përpara me ilaç apo ku ta di unë. Të paktën kështu thuhet, unë nuk e kam vërtetuar sepse s'ka asnjë shenjë të informacioneve të kësaj. Megjithatë, ja u tregova sepse është alkimi, çdo gjë është alkimi. Testi është bërë disa herë në 15 minuta, pra me 15 minuta ka ndryshuar struktura. Për më tepër, tregohet që tani do futet edhe në onkologji. Çfarë do të thotë kjo? Shkencëtarët këtu që kanë bërë testin në Itali kanë vendosur që këtë lloj forme të kurimit ta vendosin në onkologji, pra të sëmundjeve tumorale, që me anë të vibrimeve të shkatërrojnë qelizat e këqija. E di thash që ju do ta merrni si teori konspirative këtë të fundit, por mbajeni mend, pas një shakaje ose pas një legjende ka gjithmonë një të vërtet. Pra ato që ka thoshja unë dikur që çdo gjë është frekuencë dhe çdo gjë është vibrim, sot po vërtetojnë në mënyrë shkencore që çdo gjë është e lidhur mes njëra tjetrës. Dhe sot pra po mendojnë që ta kurojnë njeriu me anë të frekuencave. Dhe ky është një lajm i madh sepse kjo mban në këmbë. Duhet të dini që mendja e njeriut është psikologji. Psikoza e njeriut e ndihmon atë që të jetojë mirë dhe gjatë. Në qoftë se keni vënë re, thash që disa për shembull kanë vënë të një plaku që kam treguar para ca kohësh, që i tha mjekut, pse ma thej, tha që jam sëmur, tha. Sepse tani tha do sëmuren vërtet, dhe ashtu ndodhi. Ka ndodhur në Shqipëri kjo, me një fjalë ai si ishte i smur, ishte 80 vjeç, vajti tek mjeku, i tha mjeku shkod, ke këtë, ke këtë, unë i kam të rjetë, thaj. Të rjetë që i kam këto që më thua ti. Por sa i tha mjeku, pas 3-4 muajsh, 5 muajsh vdiq i ati një shoku ton. Dhe kjo për të kuptuar që çdo gjë, përveç se është frekuencë, por ne duhet jemi të bindur që trupi ynë është mirë dhe ne mund ta kurojmë edhe me anë të forcës së mendjes. E di që do ta merrni si fantazi, por është e vërtet, sepse çdo gjë është frekuencë dhe nëse e vërteton edhe vetë shkenca atë që thash tani, atëherë kjo do të thotë që unë mund të shëroj vetveten edhe me anë të forcës së mendjes. Apo jo. Tani pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë fantazi, për këtë që nuk është fantazi, doja të thoshja, por që ju çon me fjalë sa më shumë paqe të keni në mendjen tuaj dhe në shpirtin tuaj, u mendoj që aq më mirë esin përpara. Pres komentet tuaja. Ditë mbar.